letra Apostullit parë drejtuar Efesianëve, kapitulli 3 dhe paragrafi 14. Lutja e palit për Efesianët. Pra Efesianët, kapitulli 3, paragrafi 14. Për këtë arsye, unë po ju gjunjët e mi për para atit të Zotit tonë Jezu Krisht, nga i cili merr emër çdo familje në qiej dhe mbi tokë, që t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë të vet të forcohuni me fuqi nëpërmjet frymës të tij në njeriu e përbrendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit, që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shejtënorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që të i kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Tani atij që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtë masë më tepër nga sa ne kërkojmë ose mendojmë. Atij qoftë lavdia në kishën, në Krishtin Jezus për të gjitha brezat në jetë të jetëve. Amen. Kapitulli 4. Unë pra i burgosur për Zotin ju bëj thirrje, pra palje, që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët, me çdo parullsi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Është një trup i vetëm, një frym i vetëm, sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes tuaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe Atë i të gjithëve që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Por secilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë të Krishtit. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosin dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe ai vetë i dha disa si apostujt, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar dhe të tjerë si barinj e mësues. Për përsosjen e shejtënorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes të birit të Perëndisë, të një njeri përsosur në masën e shtatit të plotësisë të Krishtit, që të mos jemi më e foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrinejet, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti, për të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr dhe sipas forcës së çdo pjesë të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetës të tij në dashuri. Këtu flet për kishën. Amin, fjalës të Zotit. Apostulli Paul, duke dërguar këtë letër Efesianëve, lutet për unitetin e vëllezërve të kishës. Shumë serioze, vëllezër dhe motra, është uniteti, dhe në kishë është uniteti i frymës, ku njerëzit kanë një zë, dhe uniteti i besimit, ku njerëzit kanë unitetin e një gjuhet, sikur në Babel, një zë dhe një gjuhë. Dhe Perëndia tha, çfarëdo që të vendos ai popull që ka një zë dhe një gjuhë, do t'ja arrijë, t'ja dalë, domethënë, do t'ja dalë asaj që don të bëj. Dhe rezultati ishte se atëherë bën atë që nuk donte Perëndia, dhe kështu u ngatorroi gjuhën dhe zërin, dhe kështu nuk kuptonin më se që thoshte njeri nuk kuptonte tjetri. Sa serioze është, vëllezër dhe motra, uniteti, jo vetëm uniteti, por uniteti në vullnetin e Perëndisë, që është i mirë, i pëlqyer dhe i përsosur. Për këtë arsye dhe apostulli Paul, me kujdes të madh,
Dhe për të vetmen herë shkruan këtë dhe thotë se i ul gjunjët e mi përpara atit të Zotit ton Jezu Krisht, nga i cili merr emër çdo familje në qiej dhe mbi tokë. Pra të gjitha që janë krijuar në qiej dhe në tokë, Perëndia i ka bërë. Dhe kështu lutet i gjunjëzuar apostulli Paul, i lutet të plotfuqishmit Perëndi, por sot lutet për ne Krishti. Atëherë për Efesianët lutej Pali. Jep një kujdes kësaj, ju lutem të gjithë. Krishti rrinte zgjuar në lutje dhe pastaj predikonte. Sot për ne, për ty, për familjen tënde lutet Krishti. Dhe t'u them dhe diçka, nuk e besoja kur e pash, i gjunjëzuar përpara atit të tij. Është i vetmi ndërmjetës mes Perëndisë dhe njeriut, Jezu Krishti. E mrekullueshme, lutej Krishti i gjunjëzuar për mua dhe për të gjithë ne. Nuk është e mrekullueshme kjo? Trënditëse mundësisht. Përse lutej? E para, që t'u jap sipas pasurisë së lavdisë të vet, të forcoheni në fuqinë nëpërmjet frymës së tij të njeriu të përbrendshëm. Njeriu i përbrendshëm, njeriu i përbrendshëm ripërtërihet çdo ditë, kurse i jashtmi njeriu i jashtëm prishet. Por ripërtërihet njeriu i brendshëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe unë dua ta them këtë sikur ma tregoi Perëndia. Nëpërmjet lutjes ndërmjetëse të Jezu Krishtit, ripërtërihet njeriu jon i brendshëm. Pra të mbahemi në njeriun e brendshëm në çdo fuqi të frymës të shenjtë, në mënyrë që të mos bëjmë atë që na pëlqen ne, atë që të duam apo atë që të mendojmë, por thot të bëjmë me të vërtet plotësisht vullnetin e Atit ton. Ashtu sikur studiojmë fjalën e Perëndisë që të qëndrojmë në te. Dhe sikur se lutemi në dhomën tonë që të marrim udhëzim të frymës të shenjtë. Jo sikur të pëlqej vëlla, kjo më pëlqen, kjo nuk më pëlqen. Dhe veçanërisht kur është për një temë serioze që është martesa. Ki kujdes mos u dashuro me një që të pëlqen, apo sepse do të bësh fatkeq. Por të lutesh që Perëndia të tregoj, atë unë kam të përgatitur për ty që ka për të bërë, të gëzuar, të lumtur dhe të bekuar. Dhe atë vajzë kam për ty që ka për të bërë, të gëzuar dhe të bekuar. Ju kam thënë, por s'do ta them me një motër, duke qarë me mori në telefon përpara rreth 15 apo më tepër, 15 vjetësh. Dhe më tha kam bërë vëlla Jorgo një gabim që nuk ndreqet me. Dhe unë thash, motër, ma ka gjë që mos ta ndreq Perëndia. Jo, më thot, kjo nuk ndreqet. Eja në kish, i them. Shumë e mirë e motër, e martuar me një vëlla shumë të mirë. Dhe vinë në kish duke qarë, motra. I them, cilin gabim ke bërë, motër? Thot, unë martova me dikënd që më pëlqeu shumë, por nuk ishte ai që kishte përcaktuar Perëndia për mua. Dhe nuk mund e duroj më jetën time. As unë nuk e duroj atë, as ai nuk më duron dot mua. Dhe çfarë të bësh? Çfarë ti thoja? Ti them rri ashtu, rrihet ashtu. Ti them ndaje të shkoje në ferr, dhe thash, o Zoti i madh, çfarë bëhen kështu? Dhe thash, le të lutemi. Besoja, nuk besoja se do të më tregojë diçka Perëndia, por shpresoja. E kuptoni se besimi është diçka e sigurt, kurse shpresa është që themi ndihmo o Zot. Dhe vazhdova çdo darkë të lutem për atë motër. Pa përgjigje. Dhe pas disa netësh,
pas shumë ditësh që lutesha, Perëndia më tregoi një ëndër që e kisha përjetuar kur isha i vogël. Kur isha i vogël, babai im ishte bujk dhe pasuria jon ishte burimi i ujit, pusi i ujit. Ai kishte shumë ujë, nga ai pinim, vaditnim dhe ushqehemi me ato që vaditeshim nga ai pus që kishim. I gjithë marruesi atëherë toka ishte. Dhe kur u bëra 8 apo 10 vjeç, baba im ishte punëtor, pra që punonte në përarat, dhe më thirrri dhe më thot, ato të tregoj tani se si bëhet vaditja tokës. Ishte e vështirë të bësh vaditjen, donte teknikën e vet. Dhe mori shatin, atë 4 orin, mbledhte dheun nga mbrapa, e silte përpara, linte pak dhe kalonte ujin në anën tjetër. Më thotë, e kuptove? I them, po, e kuptova. E bën për të dytën herë, e kuptove? 3 herë e bëri dhe më pyeste, e kuptove? Dhe i thash, po, e kuptoj. Dhe më tha, mirë, bëje ti, pra dhe iku. Kur iku, ai them me veten time, 10 vjeç isha. Do ta bëj sikur të thot baba im, unë do ta bëj më shpejt dhe më kollaj. Dhe mora shatin, tërheqi dheun dhe me iku ujit. Tani ku ta mbash me ujin? Hajde tani të mbledhesh. Ishte shumë ujë. Çfarë të bëj tani? Shkonte ku të donte ujë në prar. Dhe thirra me të madhe, baba! Dhe ishte në cepin tjetër të ares. Eja më thot, më iku ujit, i them. Qeshi, sepse kishim marrëdhënie shumë të mirë me babain tim. Një marrëdhënie vllazërore do të thoja, dhe shoqërore. Erdhi afër dhe më thot, a e bëre sikur të thash unë? Unë i thash gënjeshtra, sikur më the ti kështu e bëra, por më iku ujë. Qeshi përsëri, sepse e kuptoi se po i them gënjeshtra, mori shatin, e bëri dhe e ndreqi. Dhe në atë moment u zgjova. Dhe them, po, unë bëra gabim kaq të madh, dhe thash dhe gënjeshtra. Dhe i thirra babait tim, dhe ai duke qeshur nga që më don, erdhi dhe e ndreqi gabimin tim. Nëse baba im toksor ndreqi kaq shpejt dhe kaq kollaj gabimin tim, ati im qiellor nuk do të ndreq kollaj të gjitha gabimet e mia, e që atëherë kështu jetoj. Dhe akoma lutem dhe them, o Zot, ndreqi dhe gabimet që si kam kuptuar. Dhe marr në telefon motrën dhe i them, eja shpejt. E erdhi duke qarë përsëri. I them ëndrën dhe atëherë nuk folëm më për atë temë. Sot është një familje e bekuar që ka bërë 2 fëmijë dhe shërbejnë në veprën e Zotit. Vëllezër dhe motra, ati jon qiellor i ndreq të gjitha gabimet tona, por t'i thërrasim, të përullur, baba bëra gabim. Dhe thashë dhe gënjeshtra, o Zoti, por Perëndia më mëshiroj. Kështu pra, Zoti jon Jezu Krisht thot për efesianët, i uli gjunjët e mi që të mbaheni së pari me gjithë fuqinë e frymës të shenjtë në njeriun tuaj të brendshëm. Njeriu i jashtëm prishet, kurse i brendshmi ripërtërihet çdo ditë deri në moshën e plakur. Dhe atëherë do të banoj Krishti me anë të besimit në zemrat tuaja. Tani nuk banon, jo, na viziton tani. Vetëm nëse jemi të rrënjosur në njeriun e brendshëm, atëherë banues i përhershëm, jo që banues jashtë në një shtet larg, por jo në trupin ton që jemi ne. Dhe atëherë do të banoj Krishti nëpërmjet besimit tënd në zemrën tënde. Dhe atëherë do të mundesh, dëgjoni vëllezër dhe motra, të rrënjosur dhe të themeluar në dashurinë e Perëndis atë, të kuptosh me gjithë të shenjtët. Çfarë të kuptosh? Të kuptosh se cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia e Perëndis. Ne dim 3 distanca, Perëndia ka 4 distanca. E 4-ta është thellësitë e Perëndis. Dhe thot se ne na zbuloi nëpërmjet frymës të shenjtë, nga që të gjitha Perëndia i kontrollon, të gjitha fryma e shenjtë i kontrollon dhe thellësitë e Perëndis, në mënyrë që ato që syri i njeriu nuk i ka parë, nuk janë ngjitur në veshjen e njeriu dhe nuk kanë ardhur në zemrën e njeriu, ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Shumë serioze kjo, vëllezër dhe motra të dashur.
E dini se çfarë do të thotë të zbuloj Perëndia, dëgjojeni ju lutem, thellësitë e Perëndisë. Kush janë thellësitë e Perëndisë? Dhe na shpjegon. Thellësitë e Perëndisë janë ato që syri njeriu nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar, nuk janë gjitur në zemrën e njeriu. Por thellësitë e Perëndisë na i zbulon Perëndia me anë të frymës së shenjtë. Nëse e duam, don të zbuloj thellësitë e tij Perëndia, don. O Zot Perëndi, në qoftë se të zbulon Perëndia thellësitë e tij nëpërmjet frymës së shenjtë, atëherë do të njofësh, atëherë dhe vetëm atëherë do të njofësh dashurinë e Perëndisë që të i kalon çdo njohuri njerëzore. Do të njohësh dashurinë e Krishtit. Ç'është kjo dashuri e Krishtit që të i kalon çdo njohuri? Domethënë, Krishti të don kaq shumë që të i kalon çdo njohuri. Ku vdiq në kryq të Golgotës dhe mblodhi dhe mbajti gjithë mëkatin e njerëzve, të njerëzimit dhe mëkatet e tua. Vdiq dhe u varros dhe pas 12 orësh u gjet në Hades. Për ty, por edhe për të gjithë ato që ishin në Hades, sikur se shkoi dhe u predikoi mbretërinë e qiejve. Për të gjithë njerëzit. Domethënë, cila është dashuria e Krishtit që të i kalon çdo njohuri? Jezus Krishti i pa mëkat vdiq për të paguajtur për mëkatin tënd. Po. Ti për këtë do të mund të vdisje? Unë them për askënd. Kurse Krishti për të gjithë ne. Hajde të them për djalin tim, e dua shumë, por jo dhe të vdes për te. Të lutem po. Dashuria e Krishtit që të i kalon çdo njohuri. Dhe atëherë do të mbusheni me gjithë plotësinë e Perëndisë. Atin, fjalën dhe frymën e shenjtë do të banojnë në ty. Gjithë plotësia e Perëndisë, jo një pjesë nga Perëndia. Perëndin nuk e zën të gjithësia, kurse ne na thot se unë do të vi të banoj me gjithë plotësinë time në ty. Përse? Sepse në Krishtin Jezus banon gjithë plotësia hyjnore në mënyrë trupore. Kur të vijë Perëndia të banoj në ty, do të thotë se vjen gjithë plotësia hyjnore të banoj në ty. Ja, pra, cili njeri është ai që mund të ketë unitet të plot me Krishtin, të jetë mik me Krishtin, të bëjë të gjitha sa i urdhëron Krishti, që të mund të diskutojnë goj për goj me njëri tjetrin. Dhe atëherë, apostulli Paul, pasi shpjegoi udhën e nxënësve të Krishtit që duhet ta ndjekim të gjithë ne, atëherë tani mundeni që të ecni denjësisht në ftesën që ju është bërë. Ta ecni në te, tani mundeni me çdo përulje dhe zemërbutësi të ecni të denjt të ftesës që ju uftuat, me çdo durim, duke duruar njëri tjetrin në dashuri. Vetëm atëherë kur udha juaj do të jetë ashtu sikur se e përshkruan fjala e Perëndisë. E mrekullueshme. Mundem? Pa Krishtin nuk mundem. Me Krishtin mundem. Jo, Krishti mundet. Unë base jo, për Krishti mundet të më dhuroj këtë ecje dhe të më dhuroj këtë frym të përullur, frym durimi, duke duruar njëri tjetrin me dashuri dhe përshtypja, duke u përpjekur që të mirëmbajmë me ecjen, me këtë lloj ecjet
Ashtu sikur se të denjt të ftesës mund të ecni me çdo përulësi dhe zemërbutësi dhe durim, atëherë mundeni të ruani unitetin e frymës, pra të gjithë të keni një zë, zërin e frymës të shenjtë. Atëherë mundeni të mirëmbani unitetin e frymës vetëm nëpërmjet ndërlidhësisë të paqes. Princi i paqes është Krishti. Dhe vetëm dashuria e Krishtit na shtrëngon ne. Vetëm princi i paqes mund të na shtrëngojë dhe të na dhurojë atë unitet. E mrekullueshme është kjo, vëllezër dhe motra. Kjo është vepra e Krishtit. Unitet të frymës të shenjtë nëpërmjet ndërlidhjes të paqes dhe ndërlidhjes të përsosmërisë që është dashuria. Dhe atëherë do të jeni një trup. Kisha e Krishtit. Andi është një trup me kishën e Krishtit, sepse të gjithë jemi pjesëtar të njëri tjetrit. Një trup, një frymë. Fryma e shenjtë do të na drejtojë në çdo të vërtetë. Jo tjetër frymë tjetri, por frymën e Perëndisë. Frymën e shenjtë, sikur se u thirret me një shpresë. Cila është shpresa jonë, vëllezër dhe motra? Ju lutem, cila është shpresa jonë? Një është rrëmbimi i kishës. Amen. Gjithë njerëzit do të mpaken, dhe të rinë, dhe të fuqishmit, të gjithë do të mpaken. Vetëm ato që presin Jezu Krishtin s'kan për të mpakur. O Zoti im, një shpresë. Ku shpreson? Çfarë shpreson? Çfarë don? Kush është kërkesa jote? Zot, të jem në rrëmbimin e kishës. Nuk vlej, por sipas hirit të Perëndisë, mëshirë të Perëndisë, hir të Krishtit dhe bashkësi të frymës të shenjtë. Një shpresë. Një Zot. Do më thënë të gjithë shërptor jemi. Kush është Zoti jonë dhe Perëndia jon? Një, Jezu Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Kush të mëson? Kush të drejton? Kush është Zoti yt? Kush është Perëndia yt? Kë pyet, nga kush pret, te kush shpreson? Te kush shpreson? Lum ato që shpresojnë në Zotin dhe vetëm në Zotin, sepse ato do të jenë gjithmonë të bekuar. Një shpresë, një Zot, një besim dhe një pagzim në ujë. Një pagzim në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës të Shenjtë në faljen e mëkateve, në mënyrë që sikur se besojmë se Jezu Krishti vdiq për mëkatet tona dhe bëhemi të njëjtë me vdekjen e Krishtit, duhet në vazhdim patjetër të bëhemi të ngjashëm edhe në varrimin e Krishtit në mënyrë që të ringjallemi dhe të bëhemi të ngjashëm me ringjalljen e Tij. Pra të ngjashëm me Krishtin e ringjallur. Tani pyetja kritike është, a e beson vëlla? E besoj, për pa Krishtin nuk mund të bëj asgjë. Asgjë nuk mund të bëj. I pa vlerë dhe i pa forcë. Shërptor i pa vlerë. As me gruan time nuk mund ta gjej, as me burrin tënd nuk mund ta gjesh, as me fëmijët e tu nuk mund ta gjesh, as me vëllezërit e tu nuk mund t'i gjesh, pa Krishtin, pa dashurinë e Krishtit që të na bashkojë, shkojmë për në ferr. Dua ta them përsëri këtë sepse është pak e egër kjo. Nëse dashuria e Krishtit nuk të shtrëngon me gruan tënde, me burrin tënd, me vëllezërit e tu, me fëmijët e tu, me niprit dhe me mbesat e tu, që të bëjë një me te. Më kujtohet një herë, isha në Egjë i ri në besim dhe kishte bekuar shumë Perëndia, kush vinte atje, rilinde, i pagzoje me frymën e shenjtë, ishin mbledhur 50 deri 70 veta. Dhe kishte ardhur një motër nga Saloniku që kishte dhunti të profecisë, por nga që unë nuk isha, i vetmi që s'kishte marrë frymën e shenjtë isha unë.
Dhe nuk kisha marrë frymën e shenjtë dhe vazhdova të bëj. Unë e shikoja sikur qeveria atje dhe u shqetësova shumë dhe të them të shkoj ta kontrolloj. Përpara se të shkoj ta kontrolloj, të shkoj të lutem. Ajo motra mendova sikur do të qeverise, dhe në momentin që po lutesha më tregon një vegim Zoti motrën me një këmbë të kaputur dhe që po ecte me pataric. Dhe shikoja dhe më thot Zoti, nëse unë atë dua ta rrembej me një këmbë, ty ç'të duhet? Ti do të vish derisa nuk e don, do të shkosh ta kontrollosh. Po, çfarë më gjeti? Dola jashtë e përqafova, i thash se e dua dhe u çlirova vëllezër e motra. Jo të kontrollojmë, s'na vuri Zoti të kontrollojmë askënd. Të gjykojmë, të dënojmë, të akuzojmë, le të lutemi na vuri Zoti. Të këshillojmë, të ngushëllojmë, në këtë na ka vënë Zoti. Të ngushëllojmë ato që janë të pashpresë, të përforcojmë të dobtit dhe të mbështesim ato që janë mpakur. Kjo është puna jonë. Puna jonë nuk është që të godasim, të zihemi me të tjerët. Perëndia të na ruaj. Rezultati, një Perëndi dhe atë i të gjithëve, që zotëron mbi të gjithë. Një Perëndi që është mbi të gjithë. Ku vepron nëpërmjet të gjithëve të ne. Dhe një Perëndi që është në të gjithë ne, pra që banon në të gjithë. Dhe dua ta shohim pak këtë. Një Perëndi dhe atë që është zotëronjës i gjithë shkajet. Në mes të gjithëve ti edhe ti, je edhe ti, jam edhe unë. Amen. Dhe vepron në mes të gjithëve. Vepron sipas vullnetit të tij, nëpërmjet mejet, nëpërmjet tejet, sipas veprës që na ka thirrur. Dhe banon në të gjithë ne, sepse kemi unitetin e frymës të shenjtë me ndërlidhsin e paqes. Dhe tani përparon pak më tepër për forcimin e unitetit, apostulli Paul. Tek gjithë secili për jush që keni këtë unitetin e frymës të shenjtë, pra që keni një zë, u dha hiri i Perëndisë. Por sipas masës së dhuratës të Krishtit. Krishti pra din se sa hir të Perëndisë duron të t'jap. Vetëm Krishti e din sa duron, domethënë din ose njeh edhe zemrën tënde, vullnetin tënd, por edhe të përbrendshmet e tua sa forcë ke. Vetëm Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë. Tek gjithë secili pra, që kemi unitetin e frymës, u dha hiri i Perëndisë sipas masës së dhuratës të Krishtit. Për këtë arsye thot: kur ai u ngjit, këtë të keni kujdes vëllezër, të jepni kujdes. Kur u ngjit lart, pra kur u muar në qiell, e burgosi burgosjen e djallit që ishte në gjithë secilin prej nesh, kjo burgosje e djallit, sepse ishim të burgosur të djallit atëherë. Kur u ngjit në qiell Krishti, na e mori burgosjen ton dhe na çliroi. Dhe jo vetëm që na çliroi, por edhe dha dhurata të gjithë njerëzve, në mënyrë që të shërbejnë për lavdi të atit Perëndi. Pra gjithë secili nga ne ka dhuntit e frymës të shenjtë, dhuratat e frymës të shenjtë, por që duhet që t'i punojmë ato dhurata që na janë dhënë, t'ju shërbejmë atyre. Dhe jo vetëm kjo, por ai që u ngjit mbi të gjithë qiejt, për të përmbushur gjithçka, ai jep edhe në kish 5 shërbesat që të mvaren të shenjtit për këtyre shërbesave që të munden të shërbejnë në veprën që Perëndia u ka besuar të veprojnë për ndërtimin e trupit të Krishtit që është kisha. 5 shërbesat, kujtoni, 5 talent. Dhe
si pas mundësisë, apo si pas forcës së gjithë se cilit, njerit i dha 5 talente, tjetërit i dha 2 talenta, dhe tjetërit që nuk ka forcë dhe mundësi, i dha vetëm 1 talent. Kjo është dashuria e Krishtit. Nuk të jep më tepër nga sa mund të durosh. As provat, as tundimet, as dhe vepër më tepër nga sa mund të durosh, por të jep kaq sa të mund ta bësh. Dhe erdhi i pari me 5 talentat i gëzuar, kur u kthye Zoti dhe i thot: "Shiko Zot, punova me këto 5 talenta që më dhe, bëra edhe 5 të tjerë." Eja shërptori mirë dhe besnik, i tha: "Në pak qëndrove besnik, dhe në shumë kam për të të vendosur." Dhe shkon i dyti, i kishte dhënë 2 talent. Ma përse është një anshëm Perëndia? Jo, por e njeh edhe zemrën edhe të përbrendshmën e njeriut. I pari mund të shërbente për 5 talenta, tjetëri nuk mund të për 5 talenta, i dyti vetëm për 2 talenta. Dhe i merr këto 2 talenta, shkon tek Zoti i tij dhe i thot: "Zot, me këto 2 talenta që më dhe, punova me ta dhe bëra edhe 2 të tjerë." Eja shërptori mirë dhe besnik, i tha Zoti. Dhe shkon edhe i treti, i cili ishte shërptor i lig, i keq dhe dembel. Dinak, i keq dhe dembel. Dhe çfarë thot? Çfarë bëre me talentin që të dhash? E fsheha. Sepse je i pa drejt, je i egër dhe i pa arsyeshëm. Ky ishte mendimi i tij për Krishtin. I egër. E vështirë fjala jote. Kush mund ta duroj fjalën që thua? I pa drejt je. Korr aty ku s'ke mbjellur dhe i pa arsyeshëm dhe merr aty ku nuk ke dhënë. O Zot Perëndi, si ka ta ndiset një shërptor? Ta shoh Krishtin të egër, të pa drejt dhe të pa arsyeshëm, ndërsa Krishti është i mirë dhe i butë, është i drejtë, me drejtësinë nga lart, por edhe njeh, nga që njeh zemrën tënde dhe të përbrendshmet e tua. Për këtë arsye është edhe shumë logjik, nuk lën të tundohesh mbi forcën tënde askënd. Dhe kështu dha 5 shërbesa, për që të mbaren të shenjtit të këto shërbesa, në mënyrë që të gjithë të veprojnë në veprën që na është besuar për ndërtimin e kishës, por edhe të katandisim të gjithë në atë që është e kërkuar në unitetin e besimit. Pra një gjuhë, një zë nëpërmjet frymës të shenjtë nga lart, u dëgjua zëri i Perëndis duke thënë: "Ky është biri im i dashur, atë dëgjoni." Dhe një gjuhë, dua të thoni të gjithë të njëjtat gjëra. Jo të tjera njeri, të tjera tjetri. Çfarë është kjo njëjta gjë të themi? Fjalën e Perëndis. Derisa të katandisemi të gjithë në unitetin e besimit, por edhe në një tjetër unitet, në unitetin e njohjes së birit të Perëndis, që të njohim mirë pra Jezu Krishtin. Kjo është një unitet i mrekullueshëm që vjen nëpërmjet diturisë të fjalës të Perëndis. Të gjithë e njohim Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Dhe kjo na bashkon, sepse dashuria e Krishtit na shtrengon dhe na bën një. Një me atë vëlla që është i mirë, po, por edhe me atë që është i pamend. Përse? Sepse të gjithë vëllezërit e mi për mua janë zotërin të mit. Unë për të gjithë vëllezërit e mi jam shërptor. Njeri ka zot
që nuk beson, njeri ka një Zot të pa drejt, njeri ka një Zot të drejt, njeri ka një Zot ndryshe, të egër apo të but, por për të gjithë ne, na thot Zoti që të përulemi përpara të gjithëve, sikur të përuleshim përpara Zotit. Pra dëgjoni, do t'i nënshtrohem unë vëllait tim, sikur se i nënshtrohem Zotit. O Zot, ndihmom të lutem. Ashtu sikur se i nënshtrohet vëllait ti të vogël, i nënshtrohet Zotit. Jo tek të mëdhenjt, por tek vëllai më i vogël. E din çfarë do të thotë të nënshtrohesh, se si e thojnë njerëzit jesër. Më falni që them me gjuhë të huaj. Por ne themi amen o Zot. Nënshtrohuni ose vishuni me përulësi, duke ju nënshtruar njëri tjetrit. Vetëm nëse vishesh me përulësin, do të mund të nënshtrohesh tek vëllai më i vogël. Veshje të përuljes, por me një kusht. Çdo shqetësim tuaj mos u mundo ta ndreqësh ti sepse do të dështosh. Por çdo shqetësim tonin t'ja hedhim te këmbët e tij, sepse ai interesohet për ty që shërben vëllezërve të tu. Nuk interesohet për të gjithë ne interesohet, sepse qoftë me krishterimin, qoftë me ashpërsinë, ajo që don Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit është të na sjellë në pendes. Por në qoftë se unë me të vërtet nënshtrohem vëllait tim, i veshur me përulësinë dhe çdo shqetësim timin e çoj në këmbët e tij sepse ai interesohet për mua, atëherë vjen Krishti dhe thot: "Eja shërptor i mirë dhe besnik. Në pak qëndrove besnik dhe në shumë do të të vendos." Amen, vëllezër dhe motra. Çfarë do të jesh, shërptor apo zotëri i vëllait tënd? Do t'i thua se çfarë të bëj? Dëgjoni ju, kështu do të bëni. Apo t'i thoni: "Eja, të lutemi të na thoj Zoti se çfarë duhet të bëjmë." Amen, vëllezër dhe motra. Eja, të lutemi të na thot Zoti se çfarë duhet të bëjmë. Dhe atëherë do të bëhesh burr i përsosur në masën e moshës së 7 të Krishtit. E kuptoni se cili është njeriu i përsosur? Ai që nënshtrohet, i veshur me përulësi dhe i pranon të gjithë në dashuri. Atëherë do të shëndërroheni në një burr të përsosur. Dëgjoni, në moshën e plotësisë të Krishtit. Kush? Unë? Unë, burri i përsosur në moshën e plotësisë të Krishtit, ti dhe unë? O Zot Perëndi. Ti dhe unë. Por kur? Sipas hirit nëpërmjet besimit. Dhe atëherë nuk do të jemi më foshnja që të lëkundemi nga çdo erë doktrinë jetë nëpërmjet mashtrimit të njerëzve dhe dinakrisë të tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, domethënë do të ketë njerëz të cilët do të mundohen me mënyra të ndryshme, me dinakri dhe metoda satanike që të bëjnë të zihesh me atë dhe me tjetrin. E dini se çfarë tha ai për ty? Shporu nga unë, Satan. Unë dua të di se çfarë thot Krishti për mua. Ta them dhe një herë tjetër, ju lutem, vëllezër dhe motra. E dini se çfarë tha ajo për ty? Shporu prej meje, Satan. Unë dua të di se çfarë thot Krishti për mua. Dhe Zoti t'i bekoj të gjithë ata, të cilët kanë diçka kundër mejet. Amen, vëllezër dhe motra. Ky është i Krishteri.
qëndron në besim nëpërmjet dashurisë. Dhe atëherë rritemi në gjithçka, në të gjitha sa bëjmë, rritemi në Krishtin që është kreu i kishës. E din çfarë do të thotë të ecësh dhe të shumohesh nga besimi në besim, nga lavdia në lavdi. Pra, për herë dhe më afër Zotit, për herë dhe më i bekuar, çdo ditë, çdo moment, të shtoj Perëndia, të forcoj sipas hirit nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të Shenjtë. Dhe si shtohesh nëpërmjet besimit, domethënë me përuljen tënde. Përuluni nga krahu i fuqishëm i Perëndisë, dhe atëherë ai ka për të ju lartësuar në kohën e vet, ka për të lartësuar Zoti. Përse? Sepse Krishti është ai që bashkon dhe lidh me kontribut gjithë trupin e njerëzve, por edhe gjithë kishën, me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr. Tjetër është dora që e ngrej dhe uli, tjetër është këmba që eci në te, tjetër është mesi jon, tjetër janë nyjet e zverkut ton. Ky është ai që e bashkon gjithë trupin dhe e lidh mirë me nyjet dhe çdo gjymtyr veçanërisht, por sipas forcës së çdo pjesë të veçantë që ju dha. Cila është logjika që të më ndërlidh me të tjerët? Është vepra dhe misioni që më është dhënë të bëj. Në mënyrë që gjithë secili nga ne të ndihmoj për rritjen e trupit, po gjithë secili pra nga ne të ndihmoj për ndërtimin dhe rritjen e trupit të Krishtit sipas dhuntisë që i është dhënë, në mënyrë që gjithçka të bëhet nëpërmjet Jezu Krishtit në dashurinë e Krishtit. Gjithçka në jetën tonë. Kështu pra të dashur vëllezër dhe motra, mesazhi i sotshëm është uniteti i frymës, një zë dhe uniteti i besimit, një gjuhë. Një zë dhe një gjuhë. Përpara së gjithash, me veten tënde dhe me Zotin. E dyta, me familjen tënde. Por gruaja ime nuk beson, ose burri nuk beson, apo fëmijët nuk besojnë. Ti beson? Gjithçka është e mundshme tek Perëndia dhe të gjitha janë të mundshme edhe tek ai që beson. Beson? Pa besim askush nuk mund të kënaqë Zotin. Dhe ne themi besojmë o Zot. Na ndihmo në mosbesimin ton. Besojmë, na ndihmo o Zot, të besojmë akoma më tepër. Të shpresojmë akoma më tepër në ty. Dhe akoma dashuria hynore, atërore, të derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të Shenjtë. Dhe ai është për sosmëria e shejtënorëve. Ku kjo bëhet me dashurinë e Krishtit që na bashkon të gjithëve ne dhe na bën një. Dhe duke mbaruar, hidhe një sy vëlla dhe motër. Tek vëllai yt që është pranë tejet, më larg, më mbrapa, më përpara, më majtas, më djathtas, a e don? A i e gati t'i shërbesh në nevojat e tij. Dhe shërbesa më ndërtuese cila është
të lutesh për te në dhomën tënde të lutjes. Kjo është. Ma e din se çfarë më ka bërë, e din se sa më mundon të lutesh për te në dhomën tënde të lutjes. Dhe atëherë, Perëndia ty ka për të bekuar dhe ka për të shumëzuar, ashtu sikur Abrahamin, sikur Palin, apo sikur çdo njeri të shenjtë të Perëndisë. Perëndia të na ndihmojë, vëllezër dhe motra, që të mbajmë unitetin e besimit të frymës të shenjtë në kishë dhe unitetin e besimit në kishën tonë, me të gjithë. Ma ai e din çfarë thot kundër mejet, nuk prish punë, ti të lutesh për te. Ta bekosh më tepër se mua o Zot. Dhe atëherë Perëndia ka për të të bekuar ty më tepër dhe më tepër dhe më tepër. O Zot na ndihmo në emër të Jezu Krishtit. Amen.